Në videon e kaluar folëm çush ka me të prej këty direkt nëse punon vesh njërin shpejt ku ka me të kushtu plus 200 euro. Në këtë video do të flasim për një listë tjetër ku ti prej këtë dyve, me që në atë video më thash mirë po ne punojmë të dytë, ne punojmë ishin një numër shoqër që po punojnë të dytë, më vjen shumë mirë, më i lumtur, sa më shumë që punojnë burrë, grua, të gjithë çash më shumë tyra ka patjetër. Ky ligj tjetër që është miratu do të jetë prej këtyre dyve. Deri më tani një numër i konsiderueshëm i njerëzve e kanë përdor klasën e tatimit 3-5, njëri pagun të më pak, njëri më shumë, e keni parasysh, s'kom nevojë mjas. Pjagu shtoja klase 3 dhe shtoja klase 5. Tani, qeveria gjermane ka ra dakord që me implementu ligjin shtoja klase fjer. Okay? Ta klasa tatimit ka 4. Çfarë do të thotë kjo? Pra, ta shpërndarje e drejt ose e barabartë sipas tyre, por për ty do të thotë më pak parë në rrugë. Për ty do të thotë që ti do të paguash më shumë tatime, taksa të rritura e kështu me radhë, dhe do të thotë që ti shumë shpejt, implementimi mund të zgjas deri në 2029, por shumë shpejt do ta ndjesh këtë pjesë.